Miq Prizmus, sot grupi parlamentar I Partisë Socialiste nuk e dorëzoi prokurorisë speciale së SPAK-ut dhe GKK-s imunitetin e Belinda Ballukut. Sigurisht, Ulsi Manja argumentoi që nuk kanë sjell asnjë rëndesë përkundazi e gjithë akuza përmbledhet në shpërdoриmin e detyrës. Nuk kanë sjell fakte të reja që të vërtetojnë që ajo mund t'i shkatroj provat, përkundazi aty janë provat gjitha. Është e pezulluar, nuk ka dalë në punë, nuk ka aftësi më të bëjë asgjë me letrat sepse janë marrë nga SPAK-u, nga zyra e saj. Nuk I manipulon dot as nuk I bën asgjë. Nuk sollën prova të reja, përkundazi, sollën telefonata të bëra mas 4 vjetësh, që flasin për diçka që ka ndodhur para 4 vjetësh. Dhe nuk e shohim as të arsyeshme për problemin e arrestit ose po themi arrestit në shtëpi ose arrest të një deputete për shpërdorimin e detyrës. Ja, mund të vazhdojë normalisht. As kërkush nuk e ndalon prokurorin SPAK-un GKK-on që ta nxjerrë në gjyq si Fatmir Mediun, si Sali Berishën, të cilët janë deputet dhe as kërkush nuk ka kërkuar t'i arrestojë. Absolutisht as kërkush. Njëri akuzohet për vrasje, për korrupsion masiv, edhe tjetri për hedhjen e erë një fshati komplet. Dhe të dy akuzojnë SPAK-un sepse është subjekt politik. Në vërtet, Ballukja nuk I ka thënë që SPAK-u po vepron politikisht. Megjithëse unë jam I bindur që në rastin e Ballukës vepron politikisht, sepse nuk e ka hallën ke Ballukja, se ka hallën ke Edi Rama. Ke SPAK-u unë jam I bindur që ata janë kundër Ramës. Disa individa tjetë, cilët sigurisht janë produkt anti-Rama. E kam bindje dhe sigurisht dhe është e vërtetuar katërcipërisht. Nuk kam asnjë respekt për Ballukën. Në ato njoftëri që kam unë, Rama për të thotë është punëtorja më e madhe, ka bërë gjithçka. Unë njoh në 2-3 element arrogancën e saj. Dhe nuk kam asnjë lloj respekti për të. Në Partinë Socialiste mund të kem respekt deri maje flokëve, por unë vetë nuk kam asnjë lloj respekti për sjelljet dhe mënyrat e sjelljes drejtimit administrimit të Ballukës. Ashtu sikundër nuk mund të shoh me sy të ballet Sali Berishën, si nuk mund të shoh me sy të ballet Fatmir Mediu, nuk shoh me sy të ballet as Belinda Ballukut. Të jemi të qartë për këtë punë. Po e përsëris edhe një herë. Sali Berisha nuk krahasohet me askërkënd, po unë nuk shoh dot me sy të ballet as Fatmir Mediun, që është sigurisht një nga abozuzët më dhej. I ka ndodhur një nga fatkeqësitë më të mëdha këtij, kanë vdekur njerëz, nuk kanë vjedhur para, kanë vrarë njerëz. Unë nuk e akuzoj Sali Berishën se ka grabitur me familjen e tij dhe me gjithë majmunatin e tij paratë e këtij vendi. Këtij vendi t'ia losin Zotin që e vjedhi këta, se kjo shoqëri nuk është bërë akoma metet millet, pis millet, bilet nuk është bërë akoma shoqëri normale, evropiane. Le ta vjedhin sa të munden, sepse kjo shoqëri vetë I do, si Sali Berishën, si këtë Fatmir Mediun, si Belinda Ballukun dhe Edi Ramën. Kjo shoqëri I ka. Po, unë po ju them edhe një herë, që të kuptojnë atë që fillojnë ja kështu, jo ashtu, jo kjo, ja I ka marrinat e Facebook-ut dhe idiotët e sharje dhe fyri. Nuk e shoh dot me sy të ballet Sali Berishën se është vrasës. Fatmir Mediun se nëpërmjet ministrisë të tij kanë vdekur 26 vete, janë plagosur 300, është hedhur në erë një fshat komplet. Në sajt urdhrave që sigurisht I jepte Shkëlqen Berisha. Ashtu nuk shoh dot me sy të ballit edhe Belinda Ballukun. Në arrogancën dhe prepotencën e saj. Nuk I shoh dot me sy të ballit, po kjo nuk më bën që ta dua SPAK-un e katunarëve aty dhe njerëzve të cilët e kanë kryt me qoshe, që duan të fusin gjithë vendin në burg. Nuk funksionon kështu. Deputetët në burg. Unë I pari nuk e fus në burg Sali Berishën, jo për moshën e tij, dhe jo se e meriton. Po se ka mundësi që të bëjnë edhe burgun, edhe hetimin, edhe gjyqjet, duke qenë me këtë lloj mbrojtje.
Bile e nxorën që ai të bënte edhe protestat, të diqte edhe kryeministria e gjëra të tilla. Po ashtu dhe Fatmir Mediun, po kështu dhe Belinda Ballukun. As kërkush nuk e ndalon GKK-n edhe Spakun që ta marrin pyetje, ta nxjerrin në gjyq, të vazhdojnë hetimin, as kërkush nuk i ndalon. Thjesht nuk i lejojnë që ta arrestojnë, sepse i kanë mbushur burgjet me të arrestuar të cilët nuk kanë as akuzë special. Kjo është të bësh politike dhe të akselerosh në një drejtim të shëmtuar që mund të jesh dakord me jakobinizmin e përdorur me një pjesë të madhe të popullsisë që knaqen këtu në linçim, këta kështu janë mësuar. Një pjesë e shoqërisë ka dorë të rrokitur, i kanë bërë duart shik për enver, pastaj filluan të thonë që do e vrasin, do e presin, që përfundimi një hëngër atë që thuhet, i rrëzuan vetëm shtatoren kur ju lirua Vidash. Pra, deputetët Sali Berisha, deputeti Fatmir Mediu dhe deputeta Belinda Balluku mund të vazhdojnë gjyqjet për duke pasur edhe mbrojtjen për të mos u arrestuar nga Spaku, i cili pak dallim ka prej tyre për sa i përket marrëzisë ligjore që ka kryer në Shqipëri, duke mbajtur në burg 10 njerëz pa akuza precize dhe në mënyrë absurde, duke mbushur burgjet me të paraburgosur dhe duke mos zgjidhur asnjë problem. Në këtë pikë asun nuk do t'ja kishe lejuar imunitetin të treve këtyre, për t'i treguar Spakut që deri këtu e ke vendin, jo më tepër se sa kaq. Ti nuk mund të bësh linçues edhe giotin në këtë vend. Qoftë edhe e politikanëve që unë nuk i duroj dot me i pan surretrit e tyre. Edhe këtyre nuk do kishe lejuar që t'i prekësh me dorë. Po i them, qartë edhe copë, për mu mund të kishin bërë burgje pa fund. Por në këto kushte nuk do ta lejoja kur Spakun të vinte dorë me to. I mande në burg kot në sikot, pa pasur argumente dhe duke u zvarritur, pa nxjerrë një herë të vetme, atë që konsiderohet fakt, po duke përhapur linçimin mediatik që i shërben Spakut pastaj edhe atyre prokurorëve politikisht që të marrin votbesimin e popullit. A thu se drejtësia është kështu giotin bile në rastin tonë nuk është as giotin, është paraburgim në mënyrë të shëmtuar. Mund t'i vazhdojnë, sigurisht, edhe me Belindën, mund t'i vazhdojnë. Nuk më intereson e mbron apo se mbron Rama. Rama ka për t'i mbrojtur sepse veti ka vetdosur. Nuk më intereson fare kjo. Më intereson Spaku, sjellja e Spakut. Ajo që mund të them unë është gëzimi dhe dëshpërimi i Sali Berishës. Por po ju them një diçka. Kur Belinda Ballukut, Enver Hoxha po ja pushkatonte gjyshin, Sali Berisha hynte në shtëpinë e tij. Ai e ftonte në shtëpinë e tij. Në momentin që po pushkatohesh gjyshi i Belinda Ballukut, Sali Berisha ftohesh nga Enver Hoxha dhe Nexhmia Hoxha në shtëpinë e tij. Kaq më mjafton të kuptoj se si vazhdon akoma kjo punë. Kaq më mjafton të them se çfarë qelpsin hanet, çfarë handraku i nyt është i gjithë ky moment tragjik i këtij vendi, dorë të kujt ka shkuar ky vend dhe kush po prezanton demokracinë në këtë, nuk dua ta them, në këtë handrak politike, handrak vendi që është formuar këtu kene. Edhe njëherë, kur po pushkatohesh gjyshi i Belinda Ballukut, që thoshte janë dy vezë, u përplas njëra do thyesh, e kishte fjalën për vete. Sali Berisha ftohesh në shtëpinë e Enver Hoxhës, nga Nexhmia, nga fëmijët e Enver Hoxhës dhe nga vetë Enver Hoxha. E dilte i zgërdhir. Është i njëjti moment. Tashti ky moment duhet t'ju tregoj atyre që janë majmunati i Sali Berishës. Njerëzit e hurit të litarit, që kanë qenë gjithmonë në krahun e gabuar të historisë dhe gjithmonë me njerëzit e gabuar të krahut gabuar të historisë. I kaq duhet të tregojnë. Kur pushkatohesh njëra palë,
të dy palët ishin komunista. Sali Berisha pa një kontribut, i ardhën prej humbtirave, Beqir Balluku kishte kontributet sigurisht. Kishte qenë krau i djathtë, shefi i njësiteve guerrile të Tiranës, një nga njerëzit më prezantues të luftës, që ata quajnë nacional shkrimtare, edhe sot e kësaj dite, e që nuk e respektojnë. Kur ky pushkatohesh bashkë me të tjerët, Sali Berisha futesh në atë shtëpinë që e gjuan sot me Molotov. Në atë shtëpi, kaq e poshtër është politika në Shqipëri. Nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Dhe ai flet për Belinda Ballukun edhe për gjyshin e tij. Ai ky soi njeriu. Vetëm kjo duhet mjaftonte për ta bërë delete një herë për gjithmonë. Por nuk mjafton. Sepse sigurisht si Sali Berisha ka një pjesë, për fat jo pjesa më e madhe e shqiptarëve, po një pjesë e caktuar që i ngjan në imoralitet, amoralitet dhe në të keqen e madhe kriminale që këtë vend do ta pasojnë edhe vite të tjera. Këtu janë ndarë ata që vrasin dhe pushkatojnë. Me ato që mund të jenë të korruptuar, po që nuk vrasin. Fakti është midis Belinda Ballukut dhe Sali Berishës. Është një ras që vret dhe ka vrarë gjithmonë e bashkohen bashkë, dhe një ras që është e korruptuar, pa themi, ose që i ngjitet spaku mrapa, si muti mas kpucet, kështu thonë, për ta dënuar. Dakord miqtë e mi, kaq është. Kjo është përmbajtja që kemi. Me këtë lloj manufakture kemi të bëjmë, me këtë lloj fabrike, kaq të shelbur kemi të bëjmë. Edhe një herë po e përsëris. Në momentin që Enver Hoxha pushkatonte gjyshin e Belinda Ballukut, Sali Berisha ftohesh në shtëpinë e tij. E ftonte ai, Nexhmia dhe fëmijët e tij. Ky është morali. Dhe ju thoni masane kundra Enver Hoxhës, edhe quhen Enver Hoxha. Ka më enverist dhe më sublim të diktaturës përfaqësues të saj në Shqipëri se sa Sali Berisha. S'ka hajdut që ja kalon një hajduti Sali Berisha. S'ka vrasës kriminal që ja kalon një vrasës si kriminal si Sali Berisha. Nuk ekziston. Dakord miqtë e mi? Kaq kisha për t'ju thënë.